Përshëndetje, unë jam Mesut Shabani, jeni në podcastin Mesut Shabani. Bëni subscribe. Miqtë të mi, sa po kalon viti i ri, fillon të ndryshoj edhe llogaritja e shumë gjërave për harxhimet dhe kalkullimet që keni bërë edhe ju. Mirë po, tash në mbrëmje, Komuna e Shkupit doli me një deklaratë ku thotë: kemi bërë bllokim masiv të gjithë llogarive të qytetarëve dhe kemi bllokuar 17.694 llogari për taksë të papaguar mbi pronën. Pra, kjo ka të bëjë për shtëpitë, banesat, lokalet e kështu me radhë. Dhe atë, për vitin 2021, totali është 1.300.000 euro. Dhe u bën thirrje qytetarëve që të shlinë detyrimet për pronë për periudhën edhe 2022-2025 brenda 15 ditëve të ardhshme. Pra, Gjergjevski, kryetari i Komunës së Shkupit, pa komunat e tjera, thotë 96.560 individ dhe 2.335 kompani i detyrojnë qytetit gjithsej 19 milionë gjimës euro. Fonde që janë të rëndësishme për infrastrukturën, shërbimet publike dhe përmirësimin e cilësisë së jetës. Dhe ndalesh e mendosh, kjo është drejt ligjore. Bile është shumë pak në krahasim me perëndimin. Jemi në kapitalizëm, disa gjëra duhet t'i dimë. Nuk është kohë e komunizmit as paqëndria shtet social. Do ndalem pak në Tetov dhe në Çejër. Pse Izzet Mexhiti dhe Bilal Kasami hezitojnë të bllokojnë llogaritë ndaj mospagesës së taksës së pronës ndaj qytetarëve? Pse? Kam bërë një hulumtim, po kështu një kërkesë. Ka dallim të qartë mes qasjeve së komunave të ndryshme ndaj mospagesës së taksës së pronës. Tetov dhe Çejri po zgjedhin HPR të mos bllokojnë llogaritë e qytetarëve për periudhën 2021-2025. Pa marrë parasysh se mund t'i nxjerrin në përjetës sociale emrat e tyre. Ndërsa Shkupi, veç e dëgjohet, ka marrë masa strike dhe ka bllokuar mbi 17.000 llogari për borxhet të vitit 2021. Pra, dy gjëra mund të jenë në lojë për komunat që hezitojnë të veprojnë. Presioni politik dhe votuesit, bllokimi i llogarive mund të shkaktojë pakënaqësi te qytetarët. Veçanërisht gjatë periudhave para zgjedhjeve, komunat mund të jenë të kujdesshme të mos shkundin barkun e qytetarëve që mund t'i penalizojë politikisht, sepse nuk i dihet ka zëra për shpërisin, ama mos u tregoni të tjerëve. Maj ose tetori, zgjedhjet e parakohshme. Dhe dy, pra ishte presioni politik dhe votuesit, dy, qasja më e butë ndaj borxheve të vjetra. Disa komuna mund të zgjedhin një qasje më tolerante për borxhet e mëparshme, duke shpresuar që të nxisin pagesa me thirrje dhe paralajmërime pa masa ekstreme si bllokimi i llogarive. Por nuk është çudi që për të thënë Çejrin janë më të kujdesshëm kryetarët e komunave, sepse shpesh ata që duhet të paguajnë shumica gro janë adhuruese dhe votuesit e tyre. Sepse vendimet për borxhet fiskale nuk janë vetëm çështje ligjore, por edhe politike. Unë kam bërë një analizë të shkurtër, mos më kapni për fjalë, nuk është aq e sigurt, sepse ne nuk kemi të dhëna sa qytetarë në komunën e Tetovës dhe të Shkupit, së Çajirit, pra posaçërisht janë në ndikimin e asaj që duhet bëjnë pagesa. Dhe jam munduar që nëpërmes komunës së Shkupit, e cila ka dhënë të dhëna publike, të vijë deri te një realitet. Gjithsej, po të mblidheshin llogaritë, borxhet e vitit 2021 në Tetov, pra në Tetov dhe në Çejr, do delshin jo dhe pak para. Ndër pavarësisht sa Shkupi. Pra, të dhënat e Shkupit ishin 90 milionë gjimës euro, ndërsa supozojmë se Tetova ka rreth 70.000 individ dhe ata janë normal, familje janë edhe taksa pagues. Nëse Tetova ka 70.000, ta marrim mesatarin e vitit që 100 euro. Këto kur i kthesh, bëjnë rreth 1.300.000 euro në vit. Pra, nuk është pak, për 5 vite, gati 7 milion. Nuk është sepse, dini pse, sigur më kam mbetur peng, po vërtet, më kam mbetur peng, deklarata e kryetarit të komunës së Tetovës sot, për me digume se ai përket, ju e dini, është baba, për të shit është baba nëmër 1. Unë nuk thom që ai borxhet e qytetarëve tu ashes atë them Bilal, tu ashes kamatazhve dhe ato pastaj ti nxjerrin nga qytetarët. Jo, larg asaj. Por ai di të bëj edhe filmat e këtill.
Ja që ka tha sot, se a do shitet Shikjellaku në blok 57A. Kjo është shumë interesuar, unë jam personisht shumë interesuar të shoh se si të zhvillohet, sepse përballë kemi, dhe e dini se si u shit, €1. Sa i përket planit për blokun urban, planit detaj për blokun urban 57A, edhe ai është në procedurë për përfilimin nga kompania planifikuese, nga momenti kur do të kemi draftin e parë, do ta procesojmë pas linjit. Pra, ajo që ka qenë do të thonë propozimi jonë dhe nga dishmëria jonë edhe të shprehur publikisht që ajo zonë të jetë si blok urban të jetë për destinim të institucioneve publike, janë dhënë orientimet shtëpisë planifikuese dhe nga momenti kur do të kemi draftin e parë do ta procesojmë. Po pra, unë pajtohem këtu me Bilalin, aj Bilal, për diçka mos shit, bëne komunën atje. Gjitha institucionet komunale atje në një vend, një shkollë fillore, e kështu me radhë, të cilët shkojnë me shkollën fillore. Pse jo? Pse jo? Mirë po, mos hezito, krejt të që si kanë paguar, tatimin në pronë, mblidhi. Nëse nuk e bën ti, dhe bëjë tjetër që të vi pas teje. U bë shumë potere këtyre ditëve, lidhur me atë se vërtet, çka ndodhi me 5 ton drogë që kaluar nëpër maqenin kështu, tha Vučići. Ndërsa të dëgjojmë se çfarë thot Mickovski sonte. Дали побаравте и дали добивте евентуално нови информации од министерот Тушковски, од директорот на царината за 5 тони дрога кои завршија во Србија, а како што вели српското обвинителство потекнуваат од Македонија, и ако е тоа точно, ќе треба да се испита веројатно како тоа се случило. Да, тоа е еден озбилен случај. Тоа е еден проект кој што во минатото го водеше претходната влада, која што ги доведе голем дел од граѓаните и инвеститорите во заблуда дека на тој начин ќе станат милионери, дека се ќе биде поинаку економска трансформација. Тоа беше практично економската политика на владата на СДСМ. Очекувам да дојде Министерството за внатрешни работи да излезе со десетици тони, не со неколку тони, туку со десетици тони на ваков тип недозволени средства, односно недозволени материи, дрога, марихуана, во случај, која што во моментов се наоѓа во складиштата во Македонија, или пак на некаков начин имало односи помеѓу одредени правни субјекти, не само во државата, туку и надвор од државата, за кои што е констатирано дека се незаконски и пуштени во промет, но и незаконски складирани. Така што граѓаните ќе бидат сведоци на една многу тешка ситуација и мачна, која што се случувала, оваа акција која што трае, не е само сега, не сме можеле сега секогаш јавно и транспарентно да објавуваме бројки и податоци, но тоа што ќе го слушнат и видат овие денови граѓаните, помислам дека вклучително уште денес ќе биде наистина нешто катастрофално, и сите оние креатори на тие политики треба да бидат одговорни за многу млади луѓе кои што, за жал, станале жртви на ваквиот начин на функционирање на одредени политики од минатото. Sa i përket, pajtoa me Mickovski se i përket asaj se kreti është kjo që filloi me prodhimin e drogës, marihuanës për shërim, është produkti qeverisë LSDM BDI. Kush nuk mori atëherë? Kuptohet, kush ishin të afërt dhe putheshin me BDI-n, dhe kush ishin të afërt dhe putheshin me Zaevin. Kush nuk mori? Dhe tash, normal. Ndërsa, kush e shiti dhe kush e lejoi, këtë duhet të asqaroj Mickovski, me këtë nuk pajtohet. Okej, ai tha se sonte apo këtyre ditëve Ministria e Punëve të Brendshme do del me një rezultat mjaft frapant, domethënë rreth mbi 10 ton të bllokuara drogë këtu në Maqedoni.
Unë kam një informat mjaft interesante se përket ndërkombëtarëve, të cilët gjatë gjithë kësaj kohës vetëm regjistrojnë, nuk flasin asgjë. Shkojmë se si do të jetë raporti pastaj në Bashkimin Evropian. Nuk është okay, por ne vazhdojmë më tej, pra, Maqedonia vlon. Pse mos vloj? Kur ja mundsojmë ne, do të thonë ne qytetarët e saj, këtyre ditëve protestat e nacionalitetit rom, respekte. Mirë po, nuk është vetëm respekti. Edhe ata janë të barabartë para gjykatës, kushtetutës dhe ligjeve. Do thotë se nëse janë të komunitetit rom, edhe pse Bashkimi Evropian e ka cilësuar dekat të komunitetit rom, domethënë këtë 2020, vërtet ata janë më të shkelur, por askush nuk u ka fajt, është kapitalizëm. Mirë po, më befasoi deklarata e ministreshës Janevska e arsimit, e cila tha, arsimi fillor është i mjaftueshëm për patent shoferi, shteti ofron mundësi romëve. Mendoj se e huqi këtë deklaratë ministresha e arsimit. Unë bëhem si i mendshëm, ja, sepse. Çfarë tha realisht ministre? Mesazhi i saj është ky: ligji nuk kërkon arsim të lartë për patent shoferi. Shteti u ka dhënë mundësi romëve, shteti ka pak mjete për të përmirësuar situatën e tyre. Pra, përgjegjësia zhvendoset tek individi, jo tek politikat publike. Cili është problemi kryesor? Kjo qasje është formalisht ligjore, por thellësisht problematike dhe shoqërisht. Provimi për patent nuk është thjesht teknik, ai kërkon lexim, kuptim, shenjash, rregulla dhe situatash. Të thuash mjafton arsimi fillor ku një pjesë e qytetarëve janë analfabet është shmangje e thelbit kjo zgjidhje. Protesta e romëve nuk kërkon privilegj, por adaptim të sistemit dhe realitetit social. Pra shteti nga njëra anë flet për barazi dhe përfshirje, nga ana tjetër thotë nuk ka instrumente për një nga komunitetet më të marginalizuara. Kjo është pranimi i dështimit institucional, por pa përgjegjësi politike. Çfarë mungon në këtë deklaratë? Asnjë plan për arsim funksional për të rritur, asnjë ide për provime të përshtatura, për shembull me audio ilustrime, asistencë, asnjë reflektim pse pas dekadash politikisht inkluzive analfabetizmi ende është realitet. Pra, deklarata e ministrit është ligjërisht e saktë, por politikisht e ftohtë dhe socialisht e shkëputur nga realiteti. Ajo nuk e zgjidh problemin, e normalizon atë. Referenca konkrete ndaj gjykatës evropiane për të drejtat e njerëzit, standardet e saj dhe detyrimet e shtetit dihen botrish. Pra, Gjykata Evropiane për të drejtat e njerëzit ka vendosur qartë se diskriminimi nuk është vetëm trajtim i ndryshëm, por edhe trajtim formal i njëjtë i personave që ndodhen në situata realisht të ndryshme. Pra, është vërtet një situatë mjaft interesante, por shteti duhet të veprojë normal. Për Safe City, shteti nuk ka funksionuar në gjithë shtetin, për atë edhe ka shumë vërejtje edhe për semaforët edhe për shumë shka tjetër. Kjo është Maqedonia. Por një lajm të mirë e dëgjova sot nga SPB-ja këtu në Tetov, e cila tha diçka mjaft interesante lidhur me disa dënime që mund t'u arrijnë qytetarë në udhëkryqin aty te shkolla e mesme e re e mjekësisë dhe shkolla universiteti. Ta ndëgjojmë se çfarë tha personi i cili është i autorizuar nga policia, Muhamet Ademi. Të gjithë automjetet që kalojnë në Dëgjel për të marrë dënime nga Safe City në udhëkryqjen e Ilinden të Tetovës mund të paraqiten në SPB Tetov për rishikim të dënimit. Qytetarët të cilët momentalisht ngelin në udhëkryq, por kanë hyrë në ngjyrën e gjelbër të njëjtit nuk u shqiptohet dënime, por në qoftë se eventualisht ndodhet e njëjta që u shqiptohen dënime, lirisht të drejtohen te sektori për punë të brendshme Tetov për të rishiktuar rastin. Po pra, është një zgjidhje mjaft interesante, sepse vërtet ai semafor jo vetëm ai, por shumë semaforë në Tetov dushin në fillim të vjen në funksion. Kryetari i komunës së Tetovës sot ka treguar diçka se veç kanë bërë disa kontrata lidhur me semaforët në Tetov dhe domethënë se semaforët tash do jenë kritjerë dhe ndryshe. Pati akuzat të ndryshme të VMRO-s kur shëndon pas protestave të romëve në gjithandej në Maqedoninë Lindore, tha se LSDM-ja tha nuk qëndrojmë ne pas protestave e kështu me radhë. Vlon Maqedonia, por mbi të gjitha jo që vlon, por edhe ka pasur tronditje. Është trandur sot Maqedonia nga 2 tërmete, shqyrë që ishin me intensitet të dobët e kështu me radhë. Ajo që më ka befasuar, po më ka ardhur për të mirë. Shumë keq më vjen për dënimet, por kjo më ka ardhur për të mirë. Një të një lagje kur qarkullojnë vetura edhe me tabelat të errta, në vërtet tabelat të kuqe, por që janë zyrtare, por edhe me
xhama të veturave të errta. Jam kundër asaj. Ku e di kush dhe kush është. Nga Ministria e Punëve të Brendshme sot njofton se brenda një muaji, respektivisht nga data 01/01/26 deri 31/01/26, policia ka kryer kontrolle trafikun dhe ka ndëshkuar drejtuesit e automjeteve që nuk i përmbushin kushtet e përcaktuara për arsimin e xhamit të automjeteve. Normale ato duhet të jenë të shënuar në lejen e vozitjes. Janë dënuar 101 shofer. Super, për këtë jam edhe unë. Super. Pra, diçka mund të jemi për çdo gjë fajtor, por diçka tjetër është kur realiteti është krejt diçka tjetër. Edhe njerë ishit në podcastin e Mesut Shabanit, unë jam Mesut Shabani, bëni një subscribe.